Ja çfarë po ndodh? Autoritetet amerikane kanë hapur një hetim të ri ndaj Tesla, sepse makinat me full self-driving, ajo që supozohet të drejtoj veten, po del pak nga kontrolli. Jo pak, shumë. Sipas Agjencisë Amerikane të Sigurisë Rrugore janë marrë mbi 50 raportime që tregojnë se makinat me full self-driving kanë kaluar semafor të kuq, kanë hyrë në korsi të kundërt apo madje kanë marrë kthesa në drejtimin e gabuar. 4 nga këto raste kanë përfunduar me lëndime. Përfituroja pak tani. Je në makinë, ajo të thot relaksohu se po e maj unë timonin. Dhe pastaj bam, çon korsinë e gabuar. Jo shumë self-driving apo jo. Kjo është hera parë që hetimi fokusohet kaq drejt për drejt te versioni më avancuar i autopilotit të Teslës, jo tek sistemi vjetër. Dhe ironikisht, hetimi u hap pikërisht në të njëjtën javë që Elon Musk doli me versionin e ri të software-it. Hetimi është akoma në fazat e para, por nëse gjenden prova të forta, kjo mund çojë deri në thirrje për rikthim, recall të sistemit. Ndërkohë Tesla thotë se po adreson disa nga këto situata. Madje në një qytet të vogël në Maryland, makinat e tij kishin bërë të njëjtin gabim disa herë në të njëjtin kryqëzim. Pra, po jetojmë në një kohë ku makina e sardhmes ndonjëherë harron se e kuqja do thotë ndalo. Dhe për momentin duket se njeriu prapa timonit ende nuk është i tepër.